Tony Blair, thirrje shtarme. Britania nuk duhet vendos tarifa hakmarrëse ndaj Shteteve të Bashkuara. Tony Blair i kërkoi Keir Starmer të shmangte tarifat hakmarrëse kundër Shteteve të Bashkuara, pasi presidenti Donald Trump vendosi tarifa 10% për gjitha eksportet britanike që shkojnë në Amerikë. Ish kryeministri britanik, i cili u përpoq të misharonte të ashtu quajturën marrëdhënie speciale midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara gjatë dekadës së tij në pushtet, nga viti 97 deri në 2007, tha se Britania nuk do të përfitonte nga një përgjigje antagoniste. Unë nuk mendoj se është në interesin më të mirë të Mbretërisë së Bashkuar të akmerret, u tha Blair studentëve në King's College në Londër në komentet të raportuara për herë të parë nga Independent, ndërsa i vlerësoi përgjigjen kokëfort të shtarme ndaj tarifave. Ministrat britanik kanë këmbgulur se po punojnë intensivisht për të arritur një marrëveshje ekonomike me Shtetet e Bashkuara që do të lejonte ndryshimin e tarifave, por ministri i thesarit James Murray tha për Sky News se bizneseve u kërkohet të tregtojnë produktet ku tarifat do dëmtonin më së paku kompanitë britanike. Ne duhen përfshijmë bizneset në atë vendim që duhet jemi të qartë se i mbajmë të gjitha opsionet në tyres, tha Murray. Ne rezervojmë të drejtën për t'u hakmarrë, por ne duam një marrëveshje dhe fokusi ynë është në këtë. Trump pretendon se Starmer ishte i kënaqur që Britania shmangte tarifat 20% të vendosura për mallet e BE-s. Ne kemi një dialog shumë të mirë, tha presidenti të enjten. Unë mendoj se ai ishte i lumtur për mënyrën se si ne i trajtuam ata me tarifa. Blair, një ish kryeminist laborist, i cili u mor me presidentin amerikan George W. Bush për pjesën më të madhe të postit të tij të kryeministit, shprehu gjithashtu shqetësim për mbështetjen e dobësuar të Trumpit për NATO-n. Pas luftës së Kosovës në vitet 90, Blair tha se u përpoq të inkurajonte forcimin e shpenzimeve evropiane të mbrojtjes. U bë qartë për mua se ne nuk mund të kishim bërë kurrë atë pa amerikanët. Mendova kjo është çmenduri. Çfarë ndodh nëse amerikanët vendosin se nuk duan të jenë pjesë e saj, tha Blair. Por u kap nga shumë argumente euroskeptike.